Gjithë ideja është që ti i ves shokun në gjendje pune maksimale që për të performuar mirë. A e di gjë që funksionon tek kështu, mbase njerëzit se din, po që ta dëgjojnë që. Unë kuptova shumë vogël. Unë kur e thash përpara atë punën e trajnerit që kanë dalë te trajneri pa kampion me ne, po tash sekreti i ekipit i Tiranës ishte marrëdhënia që kishin lojtarët me një tjetër brenda. Edhe kjo, edhe këto në fund të ditës ishim gjithë shok me një tjetrin, gëziheshim me një tjetrin, por duhet kuptosh që kur vite në ndeshje, unë që veja sedër për ta bërë shokun e skuadrës që të jepte maksimumin, e veja unë sedër. I kërkoja unë llogari i pari. Ose ai mua. Do të funksiononte në këtë formë. Sot ai thotë. Sot i thot menaxheri, unë ai. Unë kisha përgjegjësi përpara shokëve të ekipit për performancën time të dobët që mund të. Do të thënë më kërkonte llogari shoku, pse sfituam sot? Pse si të kaloj ty sulmuesi, si ta shnoj të golin. E njëjta gjë i thoja edhe unë. Gjithë ideja është që ti i ves shokun në gjendje pune maksimale që për të performuar mirë. Dhe kur shoku qellonte që nuk ishte në ditë mirë, i detyra jote ta mbuloje gabimin e shokut. Të sakrifikoje për shokun, do të thotë se ti në fund të sakrifikoje për. Hanin peshkën që mblidheshim se me istin me këta me kështu që se ishin me grupin këtu.